miq, selam aleikum, mirë se shihemi sërish në këtë takim të përditshëm në muajin e begatë të Ramazanit. Duke lutur Zotin që kjo ditë të ketë qenë e begatë për ju dhe për gjithë besimtarët, ju ftoj që të qëndrojmë së bashku në këtë emision, pra agjërimi na edukon. Do të flasim për një virtyt të veçantë që besimtarët e kanë, një porosie e cila buron nga Kurani dhe nga tradita profetike, që është kujdesi për fëmijën e tij, mirësia ndaj fëmijës të tij. Dhe këtë temë kemi kënaqësinë gjithashtu që ta trajtojmë në prezencë të Hoxhës nderuar Bajram Karabek. Hoxh, mirë se vini. Mirë se vini. Hoxh, ne do të flasim për fëmijën, kuptohet që respektimi dhe kujdesi ndaj fëmijës është një traditë që ne e kemi në mesin ton, por se siç thash, mbi të gjitha ajo është një vepër që vjen me porosi të dedikuara nga Kurani dhe nga hadithet e Profetit alayhis salam, që tregon se lidhet drejt për drejt dhe me imanin dhe me besimin, me nivelin e besimit. Përse është tregues kujdesi ndaj prindrit, është tregues i imanit dhe i besimit në zemrën e secilit. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ne që të gjithë jemi të bindur se feja që Allahu Azza wa Jalla ka zbritur që të rregullojë të gjitha raportet e njerëzit mbi sipërfaqen e tokës. Dhe prej raporteve që në mënyrë të veçantë ka vënë në theks Kurani është rregullimi i raporteve të njerëzit me ata që i ka përreth. Dhe për këtë shkak në shumë ajete kuranore vëhet në pa çështja e kujdesit ndaj prindve, pastaj çështja e kujdesit ndaj të afërmve, pastaj çështja e kujdesit ndaj fëmijëve, pastaj çështja e kujdesit ndaj farefisit, pastaj çështja e kujdesit ndaj fëmijëve. Pasi që njeriu është një qenie shoqërore, që me do e mos ka me bashkëjetu me dikën, të njëjtin ambient, ka me nda me dikën, atëherë ka parapo feja, rregulla, konform të cilave ti bashkëvepron me të tjetrin. Dhe këtu nuk i kalon ana si çështje vullnetare, por i ka vendosur si themele, bazë të adhurimit e që këtu shndërrohen në praktika. Do të nuk mbesin teori. Dhe për këtë në ajetin kuranor ku Allahu Azza wa Jall e përmend obligimin më madhor që e ka obligu njeriu me të, e që ka të bëjë me besimin, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, adhurojeni Zotin një vetëm dhe mos i bëni atij ortak në asgjë. Në të njëjtin ajet kuranor të surës Nisa përmendet wal jari dhil qurba wal jari al junub. Dhe keni kujdes të veçantë dhe mirësi të veçantë dhe mirësjellje të veçantë ndaj fëmijëve të afërt, po edhe atij të largët. Që do të thotë në të njëjtin ajet ku përmendet çështja e besimit në Allahun Azza wa Jall, gjithashtu pasohet ky besim me kujdesin ndaj prindve, menjëherë pasohet me kujdesin, mirësinë ndaj fëmijëve. Dhe jo vetëm që është porosi kuranore, por se është e lidhur dhe me shtyllën dhe me themelin që është besuarit Allahut, pra duket sikur është shumë e rëndësishme në një farë mënyrë. Padyshim, këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka zbërthy duke thënë wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Pasha Allah nuk ka besu. 3 herë është betu. Dhe sahabët janë çudit. Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të betohet 3 herë për ta mohu faktin e imanit nga dikush, dhe kanë thonë ja Rasulullah, kush nuk ka besu? Ka thonë ai i cili sillet keq me fëmijën e tij. Që do të thotë nga frytet dhe nga vet fundamentet përbërëse të imanit është mirësjellja ndaj fëmijës dhe nga elementet që e rrezikon edhe vetë qenien e besimtarit si besimtar, apo është sjellja e tij e keqe, apo mos kujdes ndaj fëmijës të tij. Pra neglizhenca ndaj fëmijës të tij nuk është një çështje të cilën mund ta plotësoj kur të gjej kohë apo se në një moment të dytë, por se duket sikur është treguesi një imani problematik, një imani të mangët në një farë mënyrë. Mu kjo është vend në tekst, domethënë të hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne që të gjithë e dimë se raportet tona me njëri tjetrin, pa marrë parasysh relacioni aty raporteve, ne nuk jemi duke u sill me tjetrin mirë për shkak të një kodi të mirësjelljes që është vendosur mbi bazën e pjellës së mendjes, por jemi duke u sill me tjetrin mirë mbi bazën e një kodi që e ka vendosur Allahu Azza wa Jall. Dhe për këtë shkak ne jemi në adhurim. Ne jemi në adhurim të Zotit të Madhërisëm kur sillemi mirë me fëmijët tonë. Kur jemi të kujdesshëm ndaj tyre, kur e largojmë tmetën dhe të keqen eventuale që ka mundësi të godas ata, që do të thotë relacioni i mirësjelljes në Islam nuk ka të bëjë me unë po veproj mirë që të ma kthej miraj.
Unë po veproj mirë që të shpërblehem tek Zoti i Madhërisëm dhe ta arri dëlirësimin e shpirtit tim me adhurim. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, për shkak se në shumë nga kodet e mirësjelljes që njerëzit i kanë shpik, është e vendosur si një rregull mirësjellja ndaj të tjetrit. Por nuk do të thotë që te ta është një motiv i mbrëmshëm që e shtyn njërin për këtë mirësjellje, ndërsa ti e din se para se të mendosh dhe të veprosh keq për dikën, qoftë për fshijun, Allahu të sheh dhe të llogarit. Apo edhe kur mendon mirë, edhe nëse s'mundesh me realizuar, Allahu të shpërblen. Që do të thotë thelbi dhe esenca e parimeve tona të mirësjelljes ndërtohet mbi adhurimin tonë ndaj Allahut azza wa jall. Dhe nuk ka rastishme përmendja e ajetit wa'budullah, adhurojeni Allahun, në të njëjtën ajet përmendet kujdesi ndaj prindve. Në të njëjtën ajet përmendet mbajtja e lidhjeve farefisnore, në të njëjtën ajet përmendet kujdesi dhe mirësjellja ndaj fëmijët, që të tregohet se jeta e besimtarit e tëra, me gjitha ato që i ngërthen në veti, është adhurim, thjesht adhurim ndaj Allahut azza wa jall, sepse edhe kjo është vetë qëllimi i ardhjes tonë në këtë ditë. Duket sikur nuk guxojmë të themi se kujdesi ndaj fëmijët është një adhurim i vogël ose një adhurim, po themi, periferik, i cili nuk ka shumë rëndësi në imanin e çdo besimtari. Duke qenë se ju thatë se Zoti në Kur'an e ka lidhur me adhurimet e drejtë për drejta. Po. Për të larguar këtë hamendje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka treguar një realitet që ai vetë nuk e ka paraftyruar që të ketë peshë kaq të madhe dhe rëndësi kaq të veçantë çështja e fëmijët. Ka thonë ma zal Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Vazhdon te Jibrili që të më këshillon për mirësjellje ndaj fëmijët, saqë mendova se do të bëhet pjesëtar në hise. Trashëgimtari imi që do të pasurinë ka më marr. Pse? Sepse vazhdimisht Jibrili sa zbrite kujdese që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të jetë i kujdesshëm ndaj fëmijëve të tij dhe këto ta përcjell ta barë tek ummeti i tij dhe për këtë shkak pejgamberi alayhi salatu wasallam po e tregon Jibrili aq shumë më ka këshillu, ai alayhi salatu wasallam nuk këshillohej për diçka që ishte periferike, këshilloi për diçka që ishte shumë e madhe. Dhe padyshim që mirësjellja ndaj fëmijëve, kujdesi ndaj tyre është prej obligimeve më madhore që Allahu azza wa jalla ka zbrit dhe i rregullon raportet e shoqërisë mes veti. Dhe vetë Khadija radhiyallahu anha, bashkëshortja e parë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur pejgamberit i erdhi shpallja dhe pejgamberi alayhi sallam u frigua shumë, ai tha: "Ti kujdesesh për fëmijët e tu." Që do të thotë, kujdesja për fëmijët e tu të ka ngrit në këtë nivel që Allahu azza wa jall pastaj të ka përzgjedhur me pejgamberi, që do të thotë kujdesi ndaj tyre është nga cilësitë e pejgamberëve, qoftë Muhamedi alayhi sallam apo edhe gjithë pejgamberëve para tij, pasi që Allahu azza wa jall gjithë pejgamberët i ka dërguar si model që të na mësojnë neve praktikisht çu do të jetohet. Ju përmendët një hadith të profetit alayhis salam ku thatë se profeti ka thënë që nuk ka besuar ai i cili nuk kujdeset për fëmijën e tij. Do thotë ky hadith se duhet të na shkaktojë një lloj stresi pozitiv të gjithë secili ose një meraku se a e kemi kryer obligimin ton ndaj fëmijët, pra a duhet të jemi vazhdimisht në këtë lloj derti se si kemi raportet me fëmijën. Padyshim që dhe qëllimi i hadithit është që të ngjall këtë ndjenjen e vetë korrigjimit. Sepse ne tash realiteti i jetesës sonë në këtë kohë është që jemi duke jetuar në një jetë pak më dinamike. Edhe jemi duke jetuar në objekte, në vende që ka shumë fëmijë. Edhe kjo na shtyn neve që shumë të izolohemi, edhe të mos na interesoj as për atë që e ka derën 2 metra larg derës sote, apo në ndërtesë ku ti banan. Por megjithatë, pejgamberi alayhi salatu wasallam jo këtë, po atë që është fëmijë joti i largët e ka përmend që ka hak, sepse ka në hadith vërtet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u pyet nga një sahabi, tha: "Ja Rasulullah, nëse dëshiroj t'i jap dhuratë një fëmijët, cili t'i jap më përpara?" Tha: "Ai që ka derën më afër derës sate. E pastaj atij që është më larg." Që do thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tregoi edhe relacionet se kush ka më të drejtë, pastaj ai që është pak më larg, pastaj ai që është pak më larg, sepse rregullimi i këtyre raporteve është rregullim edhe vetë i sistemit të mirëqenies mes njerëzve. Dhe këtë Islami në mënyrë të veçantë mundohet ta vënë në pah,
dhe në theks që të mos mendojmë se feja jonë ka të bëjë me disa adhurime, rite që kryhen në vetmi apo e rregullojnë veç raportin e njeriut ai dhe Zoti i tij, ndërsa me njerëzit ka të drejtë ai të zgjedh forma të ndryshme të komunikimit të mirësjelljes. Ju gjitha ato nëse i kuptojmë drejt, mbi bazën e dritës së Kuranit dhe sunetit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do t'i rregullojmë gjitha ato në formën më të përsosur dhe më të mirë dhe do të jemi në adhurim ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Ndërkohë në shoqëri tradicionale, pra më herët njerëzit edhe nevojat e vogla e shkëmbenin me njëri tjetrin, ishin më solidarë, ishin më të afërt në marrëdhënien me njëri tjetrin. Me kalimin e kohës, me zhvendosjen e njerëzve nga periferit drejt qendrave urbane, njerëzit janë bërë më të ftohtë me njëri tjetrin, po si duket edhe mundësitë materiale i kanë më të mëdha dhe nuk ndjejnë ndonjë obligim ndaj fëmijës, sepse thonë që me sa duket punët i ka mirë, nuk ka nevojë që ti trokas. Sa rëndësishme është që ndonjëherë të kontribuojmë dhe me gjëra të vogla dhe me ndihma të vogla që duket sikur fëmijë nuk ka nevojë, por se janë domethënëse shpesh në raporte që ndërtojmë me njëri tjetrin. Është e vërtetë që tash ka ndryshime pozitive sa i përket standardit të jetesës tek shumica e njerëzve. Por kjo nuk do të thotë që ata nuk kanë nevojë për fëmijë. Pasi që nëse nevojat ekonomike, nevojat materiale i kanë edhe nuk kanë nevojë që të ndihmojnë, tash është rrit nevoja shumë më e madhe e shoqërimit. Për nevoja emocionale, për një përshëndetje, për një selam, për një takim. Për një përshëndetje, për një muhabet që i themi ne, për një vizitë, për një kafe të përbashkët dhe kështu me radhë. Dhe këtu kanë qenë pjesë e pandashme e traditës sonë. Dhe ne si popull kemi pas këtu dhe dëshmia më e fuqishme është nuk e di çuçun ato kapexhiket që kanë qenë për oborre. Një derë vogël që e lidh oborrin me obor të fëmijët, apo bashën e tij me bashën e tij. Që do të thotë kanë trokita derë dhe kanë dalë, kanë pirë një kafe apo e kanë thirrë njëri tjetrin, sepse kjo ka qenë nga tradita islame që e kanë pas dhe nga kultura që e kanë ruajt e që ka qenë e mirëfill. E tash ka ardhur deri në atë gjendje që të mos e njeh fare atë dhe të mos ja di as emrin dhe në rast emergjente të ndonjë fatkeqësie dhe kështu me radhë, nuk e din as numrin e fëmijët, ndërsa një muri i vogël i ndon ata. E padyshim që kjo është fatkeqësi, por njerëzit sot është të largohen nga mësimet, nuk do të thotë që nga mësimet do të thotë shpalljes dhe kështu me radhë, nuk do të thotë që ata kanë me gjetë preje në materiale. Në anën materiale. Me do e mos, ato që është shpirtërore dhe emocionale nuk e plotson vetëm sa ajo që është shpirtërore dhe emocionale. Dhe mu për këtë shkak pjesën e boshllukut të zemrave tona nuk kena mundësi ta ngopim me anën materiale apo me materie, sepse ajo ngopet me diçka që burimin e ka hynur. E vizitat e mojnë atë raport dhe e mojnë atë dashuri të ndërsjellë dhe atë kujdes ndaj njëri tjetrit. Ndërsa humbja e tyre padyshim që do thotë humbje e vetëqenies së njeriu që padyshim që njeriu e bën njëri emocioni dhe ndjenja, jo aspekti fizik i tij. Pra duket sikur sëmundjet e kohës që prodhon periudha moderne dhe postmoderne, individualizmi, materializmi, duket sikur kurohen vetëm me kthimin tek feja, tek kuptimet kuranore dhe tek porositë profetike. Padyshim, jo në këtë postmodernizëm, po nëse edhe njerëzimi do të ketë afat që të jetojë edhe 1000 vite, e që ne atë nuk e dim, çdo herë mësimet hynore do të jenë ato vendimtare që njeriu të jetojë si njeri me ndjenjat e tij, me emocionet e tij, me ndërgjegjen dhe gjitha ato që njeriu ne specifikojnë nga të tjerat, sepse aspekti fizik ne që dim që nuk është vijandarse mes neve dhe të tjerëve, po aspekti emocional, aspekti i besimit është ajo vijandarse. Dhe këtë duhet që ta ruajmë dhe ta kultivojmë dhe një nga format është që të shoqërohemi me fëmijët tonë, sepse në momentet më kritike ka mundësi nuk gjendet i afërt të jut i cili jeton me 1000 kilometra larg apo me 100 kilometra larg apo edhe disa metra larg, po gjendet ai i cili është tek dera jote, ai i cili është ngjit po them kushtimisht me murin e shtëpisë sot. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që t'i rikthejmë edhe një herë mësimeve të mirëfillta të Kuranit dhe të Sunetit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe t'i rishikojmë raportet tona me ato. Po ndërkohë ashtu siç ju thatë se shpesh ai që është fëmijë jot kthehet në njeriu më të afërt,
ndodh shpesh që edhe e kundërta është prezente. Pra shpesh me atë që kemi afër ndodhin edhe keqkuptime, ndodhin edhe paragjykime, ndodhin edhe kundërshti të ndryshme. Ndoshta nuk jemi të njëjtin mendim, ndoshta nuk jemi të njëjtën fe, ndoshta nuk je në shumë aspekte i ngjashëm, po ndoshta edhe personi që ke afër mund të jetë person problematik i vështirë. Sa e rëndësishme është që ta suportojmë këtë lloj vështirësie ose këtë lloj paragjykimi ose këtë lloj ndasie që kemi me fëmijë dhe si të ndërtojmë me këtë lloj kategorie fëmijësi të mirë. Këtu pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka përmend që fëmijësia e mirë nuk është në raport me atë që të bën mirë dhe t'ia kthen më të mirë. Apo por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar që fëmijësia e mirë kur ai sillet me ty jo mirë, jo korrekt dhe ka mundësi të bën edhe në rrethona dhe në raste caktuar edhe pa drejtësi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, "Mu këtu del në pa morali dhe sjellja jote dhe bamirësia jote ndaj tij." Apo për shkak se kur është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për fëmijën ka thonë, "Durimi dhe mirësia ndaj fëmijët që është afër teje dhe ngjit është shumë më e vështirë se sa ndaj atij që është larg." Pasi që me këte keni mi pas disa probleme, apo, por pejgamberi alayhi sallam edhe për ato ka treguar se si duhet që të i kalohen dhe si duhet që të menaxhohen. Prej tëre, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që në hadithet shumëta, e që dietarët tonë kanë nda kapituj, hadithesh dhe gjithashtu ajetesh që përmendin dispozitat mes fëmijëve, apo për ato na ka të bëjë me çështjen nëse kanë njëjtën rrugë, njëjtën hyrje, se çfarë dispozita dhe çfarë obligime shka secili dhe çfarë detyra shka secili, po gjithashtu edhe nëse kërkohet ndihmë apo kërkohet shfrytëzimi një hapësire të, po them kushtimisht të oborrit, të murit, të dhe kështu me radhë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar që ti ndihmohet atij dhe do thot njeriu të bëjë një tërheqje, një hap mrapa, që edhe nëse dëmtohet të mos jetë ky pala që dëmton, po le të jetë pala që dëmtohet, apo për këtë edhe ka ardhur hadithe që ka leju ose ka treguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të mos ndalohet fëmijëu që ta shfrytëzon murin tënd, apo kështu ka ardhur hadithe, apo që të vendosë mbi të diçka. Që do të thotë na ka edukuar Muhamedi alayhi salatu wasallam që ne të jemi fëmijë të mirë dhe padyshim se nëse ne dëshmojmë mirësinë tonë, kujdesin tonë ndaj tyre, Allahu po na garanton se idfa billati hiya ahsanu fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamim. Nëse ju të keqen eventuale, padrejtësinë eventuale, e ktheni me më të mirën, Allahu ka për të ndërhyrë në zemrën e atij keqbërësit dhe për të rrotulluar atë dhe ka për të shndruar waliyyun hamim, një shok përkras i dashur jote. Dhe kush e thot kët? Allahu azza wa jall. Kush i ka zemra të rob vendur? Allahu azza wa jall. Që do të thot? Allahu po të garanton që ti nëse duron ndaj padrejtësive eventuale të fëmijëve dhe munduosh që ti kurosh ato me mirësi ndaj tyre, Allahu po garanton që ai do të ndërhyjë dhe atë ka për ta shndruar në mik. E kush është ai që e thot më të vërtetën se sa Allahu? Dhe kush është ai që e ka në dorë zemrën timën tëndën dhe të atij? Allahu azza wa jall. Për këtë shkak ne duhet që të zhveshemi nga matja vetëm me peshorën e materializmit. Duhet që ta kuptojmë se përtej kësaj fizikës është diçka tjetër, apo aty nuk arrihen ato ndryshime dhe kuptimi tonë vetëm me besim të pastër, vetëm me dorëzim të plot ndaj fjalës së Allahut dhe të pejgamberit alayhi salatu wasallam, dhe për këtë shkak sfida jonë është që ai kena besu këto mësime, po të bën, po them kushtimisht, keq, ktheja me të mirë dhe shpreso tek Allahu shpërblim, dhe pastaj kemi pas se çush Allahu azza wa jall e ndryshon gjendjen për të mirë, kur ne jemi të gatshëm që për hir të Allahut të bëjmë këtë sakrificë. Dhe duke qenë se jemi në muajin e begatë Ramazanit ku besimtarët të garojnë për vepra të mira, është natyrshme që gjithë secili të garojë për sa më tepër namaz, për sa më tepër lutje, për sa më shumë dua dhe vepra të mira. A duhet që edhe në këtë kohë të kemi një fokus të veçantë për fëmijën tonë, ndoshta vizita në këtë kohë nuk është humbje kohe ose një iftari përbashkët ose diçka e ngjashme me të. Për çfarë fokusi duhet të ketë fëmijë në këtë ditë? Shumë është të rëndësishme që vazhdimisht kemi
mbajtjet lidhjeve të mbajtjet lidhjeve të fqinjësisë dhe të vizitohemi, por kur është koha sigurisht e Ramazanit që janë disa iftare dhe mundësi që të takohemi dhe të bëhemi, kjo është edhe një shtytës më i madh. Por ti në pyetje përmende një fakt që jemi në muajin e Ramazanit ku besimtarët garojnë për namaz, garojnë për lexim të Kuranit, garojnë për agjerim. Dhe që ta kenë ato sa më cilësore. Pejgamberi alayhi salatu wasallam, hadith në vërtet që ato është tek Buhariu, është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një grua. Dhe ka thonë ja Rasulullah, është një grua besimtare shumë e mirë e devotshme, e cila fal namaz dhe namaz vullnetar shumë. Dhe agjeron vullnetare, agjerime vullnetare shumë. Dhe shquhet me ibadetet e saj. Walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Por ajo i rëndon fqinjet me gjuhën e saj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk u ndal fare tek namazi, agjerimi dhe ibadeti i saj vullnetar i theksum, por tha hiya fi nar, ajo e ka vendin në zjarr. Dhe shokët e pejgamberit alayhi salatu wasallam, në këtë rast edhe vetë nëna e besimtarëve Aisha që transmeton, u ndal, ne po e përmendim si shembull të një besimtare të mirë me namaz nafil, nuk jemi duke fol për kryen e obligimeve, po jemi duke fol për namaz gjatë, vullnetar, që ne pak atë e shijojmë në Ramazan, pak teravit, pak namazin natës. Ajo vazhdimisht ashtu është. Dhe agjerim jo Ramazan, agjerim vullnetar. Dhe ibadetet lloj-llojshme, ka mundësi lexim Kuranit, dhikr dhe shumë ta, po, saqë Aisha radhiyallahu anha po e merr si shembull që ajo ka shumë ibadet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ndal tek emeta e saj në ofendimin e fqinjve. Tha, hiya fi nar, ajo është në zjarr. Për shkak se i ofendon dhe i rëndon. Tu dhia i bie që do thot i rëndon ata me fjalë, që do të thot se ne jemi duke garu në disa ibadete, edhe mashtrohemi ndaj disa ibadeteve që janë më madhore se sa ato. Pasi që në relacionin e ajetit që fillova me ta, a është përmend namazi natës atë si ibadet, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a, këtë ajet? Jo. A është përmend leximi i shumë të Kuranit? Jo. Ama është përmend pas adhurimit e Allahut, është përmend edhe çështja e kujdesit, mirësisë ndaj fqinjve. Që do thotë kjo është obligim fars. Ndërsa ibadetet pos agjerimit që e bëjmë në Ramazan apo ditën e Ramazanit, ibadetet tjera, taravit, leximi, janë nafile. Që do të thotë, nëse fokusi është në nafile, në vepra vullnetare, dhe kjo shkakton që na ti humbim obligimet farset, ne asgjë s'kemi bërë. Asgjë s'kemi bërë. Për këtë shkak, duhet që t'i rinditjem prioritetet dhe t'i dim se Allahu Azza wa Jall, kur e ka vendosur që kujdesi dhe respekti i fqijut t'jetë në radhë të parë, pastaj ibadetet vullnetare nafile, të mos e ndryshojmë ne këtë, sepse atëherë bëjmë padrejtësi. Të dim se obligimi jonë ndaj tyre është shumë më i madh se sa disa vepra vullnetare. Por njerëzit në shumicën e rasteve mashtrohen, apo mashtrohen me kësi lloj ibadetesh dhe i harrojnë fundamentet e mëdha, dhe kjo është një nga ato keqkuptimet e trashëguar të njerëzve, dhe ka mundësi edhe një nga ato hieshimet që i hieshon djalli mallkum disa vepra, e që tjerat janë shumë më të mëdha se sa ato, por njerëzit i ndjekin ato zbukurime. Ndërkohë, duke qenë se jemi në këtë situatë ku po kuptojmë se fqinji ka një rëndësi shumë të madhe, a do të thotë se pra përderisa bamirësia, ndihma ndaj fqinjit vlerësohet shumë fish në raport me të tjerët, a do të thotë se dhe e keqja është shumë fish më rënd ndaj fqinjit se sa ndaj të tjerët, cënimi i nderit, i pronës së tij, shumë aspekte të tjera? Padyshim edhe gjitha këtu, Allah është problem për pyetjen, sepse gjitha këtu po kthehen tek një mësim praktik i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që gjitha këtu pejgamberi alaihi salatu wasallam i ka tregu gjatë jetës së tij. Dhe dikush ka mundësi që të mos jetë shumë vigjilent në kuptimin e këtyre haditheve dhe porosive madhore, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar që një amoralitet që kryhet me dikën, edhe një amoralitet që kryhet me dikën që është i afërt dhe është në fqinjësi,
nuk krahasohen, apo sepse amoraliteti me atë që është fëqi, apo tash po e përkthej edhe magjërsisht, apo amoraliteti këtu në këtë rast si një shembull, por tash ta e përkthejmë çështja e vjedhjes, çështja e tradhtisë, çështja e krejt këtu janë shumë më të rënda. Jo shumë, po në disa transmetime ka ardhur disa 10 herë më të rënda se sa nëse i kryjmë ato me dikën që është më i huaj, sepse më i largët. Sepse unë e përmenda që ne si shoqëri duhet që ta ruajmë njëri tjetrin. Ne e dimë që ajo hallka e një zinxhiri apo forcohet me këtë që kanë të djathtë dhe me atë që kanë të majtë. Ka mundësi dikun ka shkëputje, ama unë e kam obligim atë që kanë të djathtën time dhe të majtën time, me ata t'i mbaj raportet. Nëse secili në këtë relacion e shikon veten, nuk do të ketë shkëputje askund. Edhe nuk do të ketë prishje askund. Dhe për këtë shkak bërthama është familja, pastaj ajo familje shkon duke u familiarizuar edhe me fëmijën. Apo e pastaj kështu shkon edhe shoqëria në mënyrë të përgjithshme. Për këtë shkak është e vërtetë që e drejta e fëmijës është shumë e madhe dhe padrejtësia ndaj tij është shumë më e rëndë tek Allahu Azza wa Jall dhe për këtë shkak duhet që të kujdesemi, dhe duhet që të jemi vigjilant që të mos e hupim këtë të drejtë që Allahu Azza wa Jall ka vendosur mbi supet tona, karshi fëmijëve tonë dhe ta dimë se nëse sot fëmiju jo nuk është i qetë nga emeta që ka mundësi të vijë nga ana jonë, ne jemi në pikpyetje sa i përket fesë dhe moralit dhe vetë përkatësisë tonë si musliman. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hadith vërtet ka thënë nuk ka besuar askush prej juve përderisa ya'manu jaruhu bawa'iqah, derisa të mos jetë fëmiju i tij i sigurt nga tmetat e tij. Do më thonë, nuk ke besu nëse fëmiju jot nuk është i sigurt nga emeta jote. Nëse fëmiju jot nuk është i sigurt nga padrejtësia që ka mundësi të vijë nga ana jote. Nëse fëmiju jot kur përmendet një, po them kushtimisht një rast i vjedhjes dhe kështu me radhë, njëri parë shkon mendja te kjo është tregues që nuk janë duke u ndjek mësimet e fesë. Ndërsa e kundërta është tregues i sakt i një islami praktik dhe një islami produktiv që kur besimtari e din se atë që kanë të djathtë dhe të majtën e tij, nga gjuha e tij dhe nga dora e tij është i sigurt. Dhe këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmendur hadithin e vërtet që është 4 gjëra nga shkaqet e lumturisë në jetën e kësaj bote, apo një prej tyre ka thonë wal jaru salih. Nga shkaqet që të cilën lumturi në dynjë është me pas fëmijën e mirë. Pra duket sikur ke në një farë mënyrë je sebepi lumturisë së fëmijit nëse je fëmijë i mirë dhe je sebepi lumturisë së keqe ose mungesë lumturisë nëse je një fëmijë i keq i dëmshëm. Ti je sebepi lumturisë edhe ai është sebepi lumturisë tonë. Apo në mënyrë të ndërsjellë. Ti je sebepi lumturisë së tij dhe ai është sebepi lumturisë sate. Për këtë shkak duhet që këtë të sillet në mënyrë qarkore, apo? Dhe për këtë shkak siç kanë thënë disa nga dietarët, kur njeriu përzgjedh vend për të blej shtëpi banesë, duhet që përveç ndërtimit, përveç asaj dhe kësaj, duhet që t'i kthyer anë kuptimore se shumë njerëz kanë mundësi të kenë pallate, po nuk janë të qetë pallatet e tyre. Apo prej atyre elementeve ky që është që ta shikon se kanë ka fëmijë. Kanë ka fëmijë. Për shkak se ka mundësi investon, po nuk mundet që ta shijoj atë investim të tij për shkak të rrezikut që i kanoset nga fëmijët e tij. Apo edhe nga do të thotë njerëzit që e rrethojnë atë lagje. Për këtë shkak shumë është e duhur që njeriu ta kuptoj pozitën e tij jo në mënyrë individuale, po ta kuptoj se ai duhet me dojmës me shoqëri, me fëmijët e tij, me familjen e tij të ngritet, dhe kjo është një nga synimet që në Kur'an përmendet fakti i bashkëshortës së mirë, edukimit të fëmijëve, ndërtimit të shtëpisë në kible, apo për shkak se ti duhet që prej saj të fillosh në ndërtimin e një shoqërie produktive, e padyshim që familja, nëse s'është e shëndosh, fëmijët nëse nuk janë solidar me njëri tjetrin dhe bamirës ndër njëri tjetrit, nuk ka mundësi që të ketë një ngritje që dëshiron Allahu. Ndërkohë, në përfundim hoç,
Në këto momente, pra në muajin e Ramazanit, gjithsesi mundohet të gjej kohën kur duat janë të pranuara, lutet për vete, lutet për të afërmit e tij. A duhet i bëjmë pjesë të duave tona, të lutjeve tona dhe fqinjit, duke qenë se jeta jon është e lidhur me ta, po me atë çka shpjeguat ju, është i lidhur dhe besimi jon në raport me fqinjin. Pak më herët e potencova një gjë që unë ndoshta nuk u ndala aty mjaftueshëm, e tash inshallah ta përmbledhim dhe ta përmendim atë. Jeta dinamike dhe arsyetimet të shumta po na shtyn që të anashkalojmë ndoshta edhe këtë obligim madhor. Por elhamdulillah që muaji i Ramazanit po na rikthen pak në veten tonë. Dhe po na lidh edhe me familjet më shumë, po edhe me fqinësi më shumë. Dhe nga gjërat e mrekullueshme që ka mundësi t'i veprojmë në Ramazan është që të bëjmë iftarët përbashkëta me fqinjët tonë. Të kemi s'paku një organizim që të mos na kaloj Ramazani, vetëm se bashkohemi, e shfrytëzojmë mundësinë që të njoftohemi me atë që është pak më lart ose është në neve, në ndërtesë dhe kështu me radhë, edhe të fillojmë që të kemi raporte të mira, sepse padyshim që qëllimet tona kanë më reflektu tek të tjerët nëse i kemi qëllimet fisnike. Kështu që kjo tjetë si mesazh që ta shfrytëzojmë Ramazanin për këtë. Ndërsa ne e dimë që Ramazani është kohë që duat pranohen, qoftë pjesa e fundit e agjerimit para iftarit, qoftë pjesa e fundit e natës para koha e syfyrit, apo e ne i shfrytëzojmë këto kohë dhe këto momente të arta për dua dhe të mos bëhemi kopratc në duat tona. Allahu Azza wa Jalla është i pasur dhe të mirat e tij nuk përfundojnë. Të lutemi për atë që po them kushtimisht na shkon në mendje. Dhe të dimë se ti ke mundësia përmend emrin e dikujt në dua. Tek Allahu Azza wa Jalla shënohet ai emër dhe pranohet lutja jote dhe pastaj ai çfarëdo që vepron. Gjitha ato shënohen si shpërblime tek te. Ty pa tu mangësu, pa tu paku fara ato. Për këtë shkak sepse është për sebeb kjo lutje, kjo dua që jeta e tjetrit ndryshon. Për këtë shkak të mos bëhemi kopratc në dua. Ta lutim Allahun Azza wa Jalla për neve, për vetët tona, familjet tona, fëmijët tonë, për të mirat e dunjas dhe të ahiretit, për udhëzimin e tona, por edhe për të mirat e dunjas tona, sepse Allahu Azza wa Jalla është bujar i madh dhe është ghaniyun anil alamin, është i pasur dhe ka mjaftueshëm. Sot që ne të kërkojmë ai na jep edhe nuk pakohet asgjë që është tek ai. Ta shfrytëzojmë muajin e bekum të Ramazanit për dua të tilla, por edhe më shumë se sa kaq. Ne si individ kemi fqinj, po dhe si qytet kemi fqi, po dhe si shtet kemi fqi, për gjithë bëjmë dua sepse mirësia që vije nga ana Allahut Azza wa Jall nuk njeh kufi. Por Zoti shpëleft për këtë porosi dhe këto këshilla. Edhe juve gjithashtu Allah shpëleft. Përmi që këtu e mbyllim dhe këtë takim të sotëm, kuptuam se fqinji është një hallkë e pashmangshme i vetëm në jetën tonë të përditshme, por se edhe në besimin dhe në imanin tonë, duke qenë se është një matës, një etalon tregues i nivelit të besimit tonë dhe i kuptimeve të drejta. Kështu që në këto kohë më shumë se kur, në Ramazan dhe në këto momente të veçanta, t'i afrojmë zemrat me fqinjit, të kujdesemi për ta, të lutemi për ta bërë kështu jetën më të begatë për ne, për ata dhe për gjithë shoqërinë. Ju falenderoj për momentin, jemi sërish së bashku nesër me një tjetër temë, një tjetër të thuar.